Nëse një ide e tillë do të ishte e saktë, Bibla duhet ta kishte përshkruar gjithmonë Perëndin në mënyrë të njëjësuar. Megjithatë, mund ta shihni formën shumës të Perëndisë në Bibël, ku ai referohet vetes si ne. Pastaj Perëndia tha, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Ne, enigmatik i Zanafillës. Ai thot, ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne. Ky fragment ka qenë prej kohësh një enigmë për interpretuesit e Biblës. Nëse Perëndia, krijuesi që krijoi njeriun, është vetëm Perëndia atë, ai duhet të kishte thënë, le ta bëj njeriun sipas shëmbulltyrës sime, në ngjashmërinë time. Por Perëndia tha, ne. Prandaj, kjo vërteton qartë se nuk ekziston vetëm Perëndia atë. Atëherë, pse Perëndia i referohet vetes si ne? Perëndia krijoi mashkull dhe femër. Adami dhe Eva u krijuan sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Perëndisë. Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbulltyrës së vet, sipas shëmbulltyrës së Perëndisë, ai krijoi mashkullin e femrën. Kjo do të thotë që Perëndia ekziston si shëmbulltyra mashkullore e Adamit dhe si shëmbulltyra femërore e Evës. Kjo është arsyeja pse Perëndia i referohet vetes si ne. Prandaj, sipas mësimeve të Biblës, ne duhet të besojmë jo vetëm në Perëndin atë, por edhe në Perëndin Nën.